Po e para është vetë procedurat e ndjekura, mungesa sharrimeve të mjaftueshme, mungesa një komunikimi në mes të banorëve dhe autoriteteve kompetente. Apo flasim për standarde të dyfishta, diku me ndërhy e diku jo me... Shikim duket parë, duket se po. Po besoj që vendimi është marrë nga komuna, por që kërkesa ka nga ministria, sepse ministria, siç duket nga dokumentacioni, është edhe pronare e kësaj palyqëmerie. Çka kanë thonë këto organizata, cilat janë shqetësimet kryesore që kanë ngrit banorët në atë pjesë, në atë lagje? Po e para është vetë procedurat e ndjekura, mungesa sharrimeve të mjaftueshme, mungesa një komunikimi në mes të banorëve dhe autoriteteve kompetente, vendimi jo mjaftueshëm i arsyetuar, koha e shkurtër në cilën i është dhënë kërkesa me i liru shtëpitë ku banojnë këto familje dhe padyshim e fundit është edhe gjendja sociale me këto familje që do të krijohet si rezultati i rënimeve. Dhe krejt këto për mua si avokat i popullit paraqesin shqetësim, cilat unë duhet i trajtoj secilën nga këto shqetësime dhe nëse ka dhe probleme tjera, dhe në fund të dalme një qëndrim të qartë se në këto veprime që mund t'i konsideroj që mund t'jenë edhe të ligjshme të autoriteteve publike sa po respektohen procedurat që janë përcaktuar në ligjin e procedurës përgjithshme administrative, por edhe sa po respektohen të drejtat e njerëzit. Me informacionet të cilat i keni deri më tani, sa janë respektu këto procedura? Mendoj që jemi në fazën e hershme të hetimit, mund të jenë edhe vetëm supozime, sepse nuk është që kemi verifiku të gjitha faktet, po nga ajo që kemi pa në përmbajtja e vendimit shkruar nga kryetari i komunës, edhe nga përmbajtja deklaratave të banorëve që jetojnë aty, mendoj që ka vend për shqetësim, sepse autoritetet para së gjithash duhet me pas parasysh që me ju dhanë hapësirë të mjaftueshme me banorëve edhe për me ushtru ankesë, edhe me respektu ato që janë procedurat përcaktuara ligjore që lidhen me arsyeshmërinë, dhënien e arsyeve të plota pse po ndërmerret një veprim i tillë, por edhe për faktin se objekte kësaj natyre ka dhe në shumë hapësira tjera dhe besoj që në çdo rast autoritetet duhet me na arsyetu pse pikërisht në këtë moment po ndodh një veprim i tillë. Apo flasim për standarde të dyfishta, diku me ndërhy e diku jo, meqense po e përmend edhe faktin që ka ndërtime të tilla edhe në vende të tjera. Është herët me konstatu një gjë të tillë, po në shikim duket parë, duket se po. A ka drejt në këtë rast sepse po flasim për disa prona të cilat nuk janë në emër të komunës? Pra janë në të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po flasim për disa shtëpi të cilat janë ndërtuar përgjatë viteve 2013-2015, pra 10 vite më herët. A ka të drejtë komuna me vepru në emër të një institucioni tjetër, në këtë rast të Ministrisë së Punëve të Brendshme? Po besoj që vendimi është marrë nga komuna, por që kërkesa ka nga ministria, sepse ministria, siç duket nga dokumentacioni, është edhe pronare e kësaj palyqëmerie. Këtu nuk po shoh, si themi, çështjet cilat mund të jenë objekti i diskutimit. Ajo që për mua është shqetësuese është mungesa e komunikimit të tillë që qytetarët me informu për gjitha të drejtat që i kanë. Pra, mos me i vendosë në një pozitë të vështirë që atyre të shkaktohet dami pariparueshëm.